Rreshteri i policisë të Kosovës Muhamet Lika u qellua për vdekje mbrëmjen e së martes në Kaçanik. Incidenti dyshohet të ketë ndodhur rreth orës 23 në afërsi të banesës së tij. Rastin e kanë konfirmuar edhe nga policia e Kosovës, nga ku pohojnë se incidenti ka ndodhur në rrugën Idris Seferi. Viktima Lika ishte duke hyrë në ndërtesën ku banon në momentin kur ndodhi sulmi me armë. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt tha për median se në vendngjarje kanë arritur njësitë policore dhe ekipi i emergjencës, i cili ka transportuar viktimën në qendrën e mjekësisë në Kaçanik. Pavarësisht përpjekjeve për t'i dhënë ndihmën e nevojshme, pjesëtari i policisë ka ndëruar jetë, gjë që është konfirmuar nga mjekët. Në vendngjarje përveç njësive policore ka dalë edhe ekipi i emergjencës së Kaçanikut, të cilët e kanë transportuar në qendrën e mjekësisë në Kaçanik. Si pasojë e plagëve të marra, pjesëtari i policisë ka ndëruar jetë. Kjo është konstatuar nga mjekët në këtë qendër, deklaron policia. Rrethanat e vdekjes së policit janë akoma të paqarta. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes, ndërsa ende nuk ka informacione lidhur me të dyshuarit apo motivet e mundshme të këtij akti. Djali i Axhës së rreshterit Muhamet Lika, i cili u vra mbrëmjen e djeshme para banesës së tij në Kaçanik, Muzafer Lika, tha se janë të tronditur nga ngjarja dhe për asnjë moment nuk e kishin pritur një fatkeqësi të tillë. Ai bëri me dije për mediat në Kosovë se pas plagosjes ishte bashkëshortja e efektivit të policisë ajo që e gjeti para banesës në gjendje të rëndë. Familja Lika sakaq ka hapur dyert për ngushëllime dhe varrimi i të ndjerit do të bëhet sot në orën 16:30. Ndërkohë, sipas banorëve të zonës, mbrëmja shkrepur 4 plumba në drejtim të Muhamet Likës në ndërtesën ku po banonte rreshteri bashkë me bashkëshorten e tij. Vrasja e Muhamet Likës, rreshterit të policisë së Kosovës, ka sjellë trishtim dhe dhimbje në qytetin e Kaçanikut. Sulejman Loku, një nga miqtë e policit të vrarë, shkroi në rrjetet sociale të mërkurën për trimërinë e Muhamet Likës. Ai tha se vdiq vllau ynë, miku ynë, ish ushtar i UÇK-s dhe i policisë së Kosovës. Vritet në Kaçanik, vllau ynë, miku ynë, ish ushtar i UÇK-s dhe i policisë së Kosovës. Allahu të mëshiroft vlla, do na mungosh gjithmonë Muhamet Lika, shkroi Loku. Preu në paqe vlla. Kjo do të thotë se për 26 vjet luftove për lirinë e Kosovës. Sot e 26 vjet luftove në mbrojtjen e rendit nën policinë e Kosovës. Na e mbrojtje pragun e shtëpisë, na i mbrojtje fëmijët tanë. Ne kur flinim gjumë dhe sot të ta morën jetën vlla, përfundoi ai. Muhamet Lika dyshohet se u vra para hyrjes së banesës së tij në Kaçanik të martën pak para mesnate.